Njëherë thot, para udhëtimit të bashkosh drekën dhe ikindin. Pra ka fjalën ky vllau, tash jetu tu nis me shku për Gyrbet me makinë ose me aeroplan. Edhe tash je në shtëpi, ke ba teshat gati, dën me hyp në makinë për me shku bismillah në Gyrbet ose me shku deri në aeroport. Në këtë rast të ka hyrë koha drekës, a ban ta fali drekën edhe ikindin bashkë. Ka dietar që lejojnë këtë formë të namazit, bashkimin e drekës e ikindis në kohën e drekës në shtëpi, masi veç e bogati edhe menherë kimunis. Ka të atillë që thonë jo, nuk me kalu disa kilometër, domethënë për me mrinjat llogaritjen atë largësinë e udhëtarit për me bashku drekën edhe ikindin. Them të drejtën, jam pak si mesatare, cila është më e sakta, por se nëse ndodh dikush me bindje e bën këtë gjë, shpresoj mirë kuptim, domethënë edhe shpresoj se është në rregull, mendoj që është në rregull. Edhe pse pak jam i kujdesshëm për arsye se njerëzve sot ja leton mbas të argumenteve 2%, 3%, ai pastaj ja leton vetit 30% apo 300%. Andaj më mirë është kur të rrin në aeroport, atje fal drekën edhe ikindin, edhe bismillah nisesh. Por nëse dikush e bën, nuk them që ka vepruar ndonjë gabim ose nuk i pranohet. Allahu e di më së miri.